Skuadra Interit të femrave ka marrë një fitore të thellë në ndeshjen e parë të Kupës së Europës, duke mposhtur Vllaznin me rezultatin 7-0 në Milano. Vajzat shkodrane, të cilat përfaqësojnë futbollin shqiptar në arenën europiane, nuk arritën të përballonin forcën dhe ritmin e lartë të kundërshtarëve. Një autogol i Bajraktarić zhbllokoi ndeshjen që në minutat e para, duke hapur rrugë dominimit të vajzave zikaltër, të cilat më pas realizuan edhe 6 gola të tjerë. Vajzat e Interit siguruan kualifikimin që në pjesën e parë duke shënuar 4 gola. Me dopjetën e Jallard dhe golin e Detroyer, u vulosën shifrat 4-0 në fraksionin e parë, ndërsa në pjesën e dytë Interi shënon edhe 3 golat e tjerë me Bukejen dhe dopjetën e Polit. Sfida kthimi do të luhet me 15 tetor në Loro Boriçi, duke nisur prej orës 18. Me këtë rezultat, Interi ka hedhur një hap të sigurt drejt kualifikimit në turin tjetër të kompeticionit, ndërsa Vllaznia do të kërkojë të jap maksimumin në ndeshjen e kthimit për të ruajtur dinjitetin e saj në arenën europiane. Të them të drejtën, jam shumë i zgënjur, i mërzitën, sepse nuk ishte rezultat që e pritshim. As ëndër nuk do të qosha këtë dhe rezultatit. Kishim përgatitur ndeshjen ndryshe, vajzat nuk treguan as i gjanë fushën e lojës, as ato vajzat më kryesore, pra nuk mundem të thënë 1-2, po gjithë ekipi ishi totalisht jashtë loje. Mund të them ishte një ditë e zezë për ekipin tonë, sepse me këtë rezultat, them drejtën, nuk ishim përgatitur kurrësi, sepse mund të mendoshim një humje nga Interit, sepse edhe diferencat janë me disa klubeve, por jo me këtë rezultat. Vajzat duket i mujti emri Interit. Jena mundu mi rrit moralisht, gjatë gjithë kohës me folë për mi rrit moralisht, mi tregu se kush ai Interi, mi tregu sepse janë, jo vetëm Interi, po çdo lloj ekipit në këtë turn janë ekipet e forta, por vajzat duket i kishin marrë me një pesimizëm, vajzat kishin marrë me frikë. Vllaznia është ekip me eksperiencë. Normalisht është ekip me eksperiencë, por mos ta harrojmë se nga Vllaznia asoj eksperiencë nga Vllaznia që ka luajtur në Kupat e Europës, në Champions League, ka shkuar në grupe, janë vetëm 2 vajza, 3 vajza. Vllaznia normalisht që do lozin futboll, do të shkojmë të tregu ato që vlerat reale që ka Vllaznia, por 7-0 është flet rezultati, nuk keqa flet për ndeshjen e kthimit, por thjesht do të tregojmë ato vlerat tona që ka Vllaznia.